Byrek me lakra dhe me djath nga duart e mamit. Aty po shikoni Evën edhe Katerinën që po hapin petë, edhe mami kuptohet që është drejtoresha, i vë të gjithë në punë edhe u thot se çfarë duhet të bëjnë, po ajo është kryetarja në fillim që i zë të gjitha edhe duhet çdo gjë të kaloj nga duart e saj. Të thoj ajo okejn edhe pastaj të bëhet çdo gjë. Siç mund të shikoni aty pastroi lakrat, i preu, i rregulloi të gjitha, i kaloi, i bëri me djathë, i skuqi pak dhe tani përgatitën petë të gjitha me radhë, e mbuluan bukuro byrekun, edhe nga lartë e leu me vezë që të marri atë ngjyrën kur të piqet, atë ngjyrën e kuqërrëmtë që është o zot. Shikoni, tani byreku është gati, edhe më thoni në qoftë se nuk doni të futeni nga telefoni të merrni një copë, se unë që po e shikoj, po, atë copën aty lart më jepni, mua s'dua gjë tjetër. Byrek me lakra.